Pas aksidenti tragjik ku humbi jetën 17 vjeçari në Prizren, familja Shala nga fshati Admaq shtriu dorën e pajtimit duke dhënë shembullin se kjo familje ka dhënë gjithmonë për Kosovën. Zgjati dorën e pajtimit pas humbjes tragjike të 17 vjeçarit Geltian Shala, që ishte një dhimbje që ka goditur zemrat e gjithë komunitetit kosovar. Një jetë e re, një djalë me ëndra dhe dritë në sy u shua në mënyrë të papritur, duke lënë pas një boshllak të pamaqshëm. Këshilli i pajtimit në krye me Mulla Fetah Bekollin e Mulla Gjevat Kryeziun dhe antar të tjerë si çdo herë, edhe këtë herë treguan zemërbardhësinë e tyre dhe pajtuan këto familje, pasi që ishte bërë aksidentalisht. Por edhe në këtë ditë dhimbje të rënd, familja Shala tregoi madhështinë shpirtërore dhe burëri të rrallë. Ata nuk kërkuan hak as ndëshkim, ata falën këtë rast dhe treguan edhe një herë se kjo familje gjithmonë ka dhënë për Kosovën, e këtu si vjet haruan se biri i tyre nga fisi Hajdar Shala ra dëshmor në Jeshkovë dhe tashmë është heroi i Kosovës. Falen me zemër të thyer por me shpirt të madh. Ky akt faljeje është një mesazh i fuqishëm se edhe në errësirë mund të mbillet dritë. Kjo nuk është një familje zakonshme. Familja Shala i ka dhënë Kosovës gjak dhe lavdi, birin e tyre dëshmor të pavdekshmin Hajdar Shala, dhe sot në një tjetër sakrificë treguan se edhe pas humbjes më të madhe mund të zgjedhësh rrugën e paqes edhe mëshirës. Falja tyre është forca se çdo vendim gjykate, është një akt i shenjtë që na kujton se vlerat e vërteta lindin aty ku dhimbja është më e madhe. Prehu në paqe Geltian, lavdi familjes Shala që falin ashtu siç ka ditur gjithmonë të jap për Kosovën.